Veriu? Pra Veriu është. Sepse asnjëri prej liderëve nuk e ka garantuar ato që mirë, me thonë, shiko, deri çto e ka pru Albin Kurti, po na kemi më çto. Ose kemi me çu përpara këtë proces. Po tanë kohën i kanë mohu këto rezultate, kanë thënë jo, kur gjësosh prapë ka më këthyn pikën 0, dhe ti kur gjëthush ka më këthyn pikën 0, do me thonë ti s'ki ide që është me majtë. A të mundë me majtë që status quo atje? Shiko, aje ka pru dhe qëtu. Do me thonë me sankcione, pas sankcione, që ajo është, do me thonë, merita... Po, ja ka vlerë, sankcionet e gjendja në veri. Una? Cila ma mira, sankcionet që i kemi janë gjendja në veri. Nuk krasot, sankcionet janë kur gju, kundroj pasjes në kontrol të veriut, edhe mos pasjes në kontrol të veriut. Shikoni, ju patë të rastër... Sa në nështë tash masit në veri ki kryetarët serbë? Pata kanë pushtetin lokal, nuk do më thonë nuk e kanë kontrol teritorin. Ajo është kryetar, ka me vendosë ku mi dhonë leje, ku mi së dhonë leje. Kanë me bërë komandant policie, qëto ka me vendosë? Po, nuk varet veç prej tyre. Je ka thjeshtën pak. Mësë zajednica ku më maru që ke zajednica Albinit ku më bo. Kjo te e din atë po. Ajo ku më bo, apo? A ku më bo që ajo po? A kanë me pas ata një farë qatë teritorin e vetë, që e kanë një farë dhe autonomia, kanë me pas? Cilo dalimi në mes... që veç po të kalzoj cilë dalimet që ti propozimet të Bashkimit Evropian që ka bo për zajednicën, edhe propozimit që ka bo Edi Rama, edhe propozimit që ka qenë që ka nënshkruat her Isa Mustafa. Thjesht në këtë propozimin që ka bo Bashkimi Evropian, që është që tash, do më thonë, meratu me duerisht për të dy parve, edhe për Kurtit edhe për Vučićit, nuk është planifikimi hapsinor në kompetencë. Qka dhe më thonë kjo nuk është planifikimi hapsinor në kompetencë? Toka publike, në komunat me shumicë sërbe, si pas propozimit e Edi Ramës, edhe si pas ati dakordimit të Isa Mustafa që ka refuzue gjykate kushtetuese, kish me qenë pronë e asociacionit. Kurse me propozimin e Bashkimit Evropian, toka publike në komunat me shumicë sërbe është tokë e shtetit Kosovës. Kjo një dalim substancial. Zotë Spahir nëse harra arbitrajin. Po, njërë arbitrajin... Kjo është problemi. Në regull, shiko, unë nuk po them nëse... Kjo është dalimi aty në marrëveshjeve, ajo është shumë e kushtueshme për Kosovën. Na e dim që asociacioni do të më bo deshtë mes deshtë maj do të më bo për shkak së pjesë të planit atisari. Mirë, po, asociacioni në këto rëthona që fore janë tani, ndryshë më bo asociacioni kur Serbia ka pas kontrolin bëj teritorin e Kosovës. Shembulli maj mirë, u konë kanali Iber Lepens. Na e tregoj, qka dhe më thonë, aty shqyqyr që nuk pati sukses e spredimi, dhe mund se vetëm pjesërisht të dëmtoj, se për ndryshe, Kosova kish me med për një kohë caktuar, pa uj e pa rrymë, gjithë teritori Kosovës. Edhe tash ne asë njëherë se kanë përdorë këtë argument se ka pas Serbia në dorë, por nesër mundet me ta përdorë gjithmonë. Pa e postin kontrol veriu në Kosovës, ti se kenë kontrol as Prishtinës. Se nuk ditëm provë një shqyëzuën një shtu, qëja që ne e boni Serbia 3 vitet e fundit? O, shiko, ndëgjë, unë e kam dhënë vlerësimin tim për të. Kjo që ka bo, do më thonë, në veri, Albin Kurti meriton notën 2, nuk meriton notën 4 as 5. 2 meriton. Po problemi është që qeverit paraprake në atë resar, në atë qeshtje, kanë ngellë në problem. Kanë pos nish. Sepse kanë pos një politik tjetër. Sepse kanë pas një politikë e cila gjithmonë ka pas shtetin e Kosovës të lhyqe. E kanë pas parasysh integrimin e sërbëve mrena. Po s'kanë mujtë me integru, të regu që aje nuk është integrim. A do të mujmë nga sot? Una? A do të mujmë nga sot me integru? Shikor, nuk është integrimi i sërbëve në shushin Kosovër është në interes i Kosovës. Po ekzistenca shtetit Kosovës nuk do të më varë nga integrimi apo i mos integrimi i sërbëve. Atëherë... Shteti Kosovës varet do të më varë pej vullnetit të popullit shumisë të saj.
Nuk varet, nuk do të me lonë nëse integrohen, sepse ashtu për bëjmë një farë kushtetute konsensuale, që do më thonë, se cila bashkësi etnike, aty mundet me me konë mu vetë, a me egzistu shteti i Kosovës, a mësë me egzistu. Shteti i Kosovës duhet me egzistu me çdo kusht, e pastaj vinë çështjet, a duhet me konë, sa duhet me konë drejtat e komuniteteve, cilat me konë drejtat e komuniteteve, kjo është njësoj. Mas pari është të me egzistu. E dyta është, a me konë i bukura, i meqëma, i shkolluma, i pashkolluma, ato e tjerë. Prej 99-ës i këtë pësoj, si Kosovë. Prej 10 shkurtit ka marrë fungje mund. Jo, Prej 10 qershorit, në kry 99. Se nuk e murë 500 zemra që lipke, 500.000 ato që i lipke, O le ato zemra ka vepru në veri. Nuk i mori sepse ka dështu në shumë fusha. Ka dështu në arsim, ka dështu në shëndësi, ka dështu në infrastrukturë. Mardhonjet me jashtë, asë një njohje. Investitorët e huja, asë kun si ke. Po mirë dhe, unë e thashtë ashtë, nuk s'ki nevoj me repliku me mu për sene ku pajtosh. Jo, bisedim, po. Më në më kundështu aty ku s'pajtosh me mu, jo ku pajtosh, ku kim me ndim. Profesor, ju tha që ka dështu në fushat të tjera, më falë mentor. E krasut qeverisit e kalume për veriun me qeverisin aktuale që i kemi. Në raport me fushat tjera, cila qeveri ka qenë ma sukseshme, profesor? E qëre, për shemull, folim në infrastrukturë. E fjallat, ma ti sa kilometra i ka bo autostrad X qeveria, se cila, në gjatë kohës sajë dhe për kohën, pjestoj me vitë, ose me mujë. Edhe e dim saksisht që ka qenë për shamull cila ma sukseshme. Ata shumë këtë zërë. Mate, nëse flasim për arsimin, ku ka qenë? Në kohën e qeverisës PDK-s, arsimi ka qenë fund pusit në Pisa, në kohën e qeverisës të Albin Kurtit ka ra dhe prapë në fund, mirë po është shumë ma poshtë se ku ka qenë. Do më thonë është ma keqë. Po nuk është që ka të qenë mirë, ka qenë fund, prapë se prapë, po është edhe ma keqë, do më thonë nuk ka për parim. Se cëllëm do të me tregus, me parametra, me matë se cëllën qeveri, ku dhe që ka pas. Për veri, po, thash është dërë, sepse qeveri tjera nuk ka... Shikone, a dini kur jenë shprengullin mas shumë të shqiptarë dhe jo sjerë tjerë për i veriut, në cilin vetë ka ndodhë shprengullja me madhe për i veriut. Në vitin 2008,